Andaj çdo herë sa ta lexoni apo ta dëgjoni këtë ajet, ku thotë Allahu "Faman zuhziha 'anil nar", veç ndalu dhe mendoje çfarë thon Allahu për ty. Kush mbrohet nga zjarri, si të mbrohemi nga zjarri? Duke i respektuar urdhat e Allahut subhanahu wa taala. Kjo që kemi bën na përgjatë një muaji, pra në këtë muaj të Ramazanit, është dëshmia më e mirë se ne jemi duke e synuar mbrojtjen nga zjarri dhe hyrjen në xhenet. Pra, gjithë këto kufizime, gjithë këto edukime që ne i përfitojmë përmes agjerimit, namazit, sadakas, ruajtjes së syrit, ruajtjes së veshit dhe gjithë trupit ton, është mesazhi më i mirë se ne mund t'i arrijmë nëse duam. Pra thjesht duhet me dashur. Nëse na e synojmë mbrojtjen nga zjarri i xhenemit, Allahu ka më na mundsuar një gjatë tillë. Nëse na sinqerisht e synojmë hyrjen në xhenet, wa udkhila al-janna, e synojmë mbrojtjen nga zjarri dhe hyrjen në xhenet. Faqad faz, Allahu thot, ky është i suksesshëm. Pra suksesi ynë është atëherë kur ne në ditën e gjykimit na dalim para vetes gjitha këto angazhime, përkushtime ndaj Allahut Madhërisëm. Gjitha këto kufizime i kemi pranuar me kënaqësinë dhe me lehtësinë më të madhe, që nuk është e lehtë ti më kufizu vetes ushqyerjen dhe pirjen përgjatë ditës, apo nevojat fiziologjike, nuk është e lehtë, por kur e bëjmë për Allah bëhet shumë e lehtë. Nuk është e lehtë që ti vazhdimisht me jetu për disa çaste me atë vetdijen e ngritur se ti nuk bën me shiku haramin, nuk bën me dëgju haramin, madje nëse dikush mundohet në një mënyrë apo tjetër ty me të orientu prej këtij përkushtimi, ti ja zën për të madhe, se nuk dëshiron ti me humb atë që e ke ndërtuar përgjatë këtyre ditëve të Ramazanit, sepse e din që në fund është momenti dhe koha e korrjes së asaj që e kemi mbjell, të asaj që e kemi kultivuar përgjatë një muaji. Kështu që besimtarët e Allahut, vëllezër dhe motra, përjeton në Ramazanin si fush dhe teren i një suksesi madhështor, nga se një prej fushave të suksesit në manifestimin e adhurimin dhe Allahut është pikërisht tereni dhe fusha e Ramazanit. Nëse arrim të jemi të suksesshëm në Ramazan, do të jemi me lejen e Allahut edhe në fundin e jetës tonë. Do të jemi edhe në ahiret biidhnillah, sepse një prej dëshmive kryesore dhe të drejtë për drejta se si do të jenë përfundimet tona është edhe përfundimi në Ramazan. Çdo vit që vije, ne avancojmë me lejen e Allahut. Ne po themi çdo Ramazan sikur ky Ramazan s'ka pas. Këto janë përjetime imanore, këto burojnë nga zemra. Nuk është se ka ndryshuar diçka, ti ke ndryshuar. Ramazani është i njëjtë. Është i njëjti qiell, është i njëjta tokë, janë të njëjtat melaçe, është i njëjti Zot. S'ka ndryshim, por ne ndryshojmë pozitivisht. Prandaj përjetimet bëhen ndryshme, sepse po shpresojmë që sinqeriteti ynë po vlerësohet, po filtrohet brendia jon, edhe po qartësohet synimi ynë. Andaj lutim Allahun e Madhërisëm me na shpërblimet më të mëdha